Shikues të radio televizionit 21, tani këto momente unë kam kënaqësinë se drejt për së drejti bashkë me ju është Leonora Jakupi. Leonora, kemi kënaqësinë që të kemi sot një kafe me lave. Faleminderit, kënaqësia është edhe imja. Unë i paralajmërova javën e kaluar, i thashë edhe shikuesve sepse Leonora menjëherë pas videofestit vishkalltuar drejt Evropës dhe e pamundshme që të vish javën e kaluar, kurse sot jemi bashkë me shikuesit. Faleminderit që je këtu. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe teleshikuesve televizionit 21. Për mosh kënaqësi gjithmonë të vijë në shtëpinë tuaj të madhe, të ndajmë së bashku eksperiencat të ndryshme, kënaqësi të ndryshme ose çfarë do qoftë tjetër. Leonora, jema e qetash, sepse po thuaj që u shpërbleve, best old, vidja ma e mirë, e Leonora Jakupit, vajza e kujshis, tash je ma e qetë, je ma relaksuese. Po, shumë. S'ka kalu një javë. Po, jo me qetë, realisht, unë isha me një turnie të shkurt, mandej kom shku disa ditë në Brezovic me mamin, kisha nevojë me pushu, po ndihem shumë mirë, mas gjithë aty në mesazheve që kom marrë urrëse prej gjithë miqve kudo që kam pas, edhe urrësve, njerëzve që më ka njoftë, kështu që ka qenë një ndjenje veçantë dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme. Leonora, pas sa viteve, 20 vjetë karierë, u shpërblehet best all, për herën e parë. Kështu që gjë e bukur, kjo që me qëndru edhe 20 vite tjera. Mas 20 vite me pru videoklipin tjetër. Jo, inshallah, s'po më shkon 20 vite me pru videoklipe tjera. Më shpresoj që ko me punu halashëm. Me prit edhe 20 vjetë me marrë vesto. Jo, se lo këto. Këto mos jalo rastit. Po më pyetrin shumë miq të mje dhe shumë njerëz pse u gëzova aq shumë. Më thonë drejtën lab për këtë video shumë kam punu. Jo veç une personalisht, po krejt njerëzit përreth meje. Nështë pse e kam pas shumë të veçantë këngën, nështë pse e kam dashur atë këngë, e ka pas një tekst jashtëzakonshëm, e kam potencu disa herë, nështë edhe mos bëhet shumë e tepër se njerëzit veç e dinë, po që jo mundu që do më thonë deri në detajet e fundit i përkushtohem maksimalisht, mos t'i lo asgjë ratësisë, ose mos t'i lo gjithçka produksioni që në momentit të fundit të jetë e parealizueshme. Ka qenë shumë e vështirë, tu pas parasysh që unë kam realizu edhe shumë video tjera dhe ato pashtu kam pas vështërsit e veta, edhe lehtësit e veta, pasi ka shumë video që kem realizu në një periudhë rekorde dhe kanë qenë të suksesshme, pandoj mundim shumë të madhë, po që kësaj radhe është dashur shumë përkushtim, është dashur shumë punë, është dashur ekip shumë i madh, kemi xhiru, i kemi përsërit skenat nga 2 herë, prej mëngjesit deri në mëngjes kemi xhiru, edhe jom gëzu për këtë fakt, do më thonë, masi edhe vetë jom mundu shumë, jom gëzu, sinqerisht jom gëzu. Thuja që është përbleve në 2 vende, edhe është Shqipëria, në natët e klipit shqiptare, edhe videofesti të shpërblej. 2 vendet para. Po, mirë, është kënaqësi kur korrespondojnë, po mendoj mendimet e jurive edhe atje edhe këto, ka gëzu ky fakt shumë. Nuk kam pas dilema që video është e mira apo e keqe, se të paktën e kemi bërë eksperiencë tash të dim edhe çka është regjia, çka është montazha, çka është skenari, si realizohet një gjë e bukur. Realisht gjitha gjërat e bukura sot kushtojnë, nuk është aq e thjeshtë sa njerëzit mendojnë, po që duhet edhe shumë angazhim edhe shumë përkushtim, definitivisht. Unë e di që kanë qenë, domethënë, 4 videoklipet të best all, edhe të 4-tat kanë qenë të forta dhe suksesshme. Të ka shku mendje që tjere në vendin e parë? Apo ki pas në i favorit atë? Kom pas favorit, gjithmonë kom pas. Me të thonë të drejtën, i kom pa nominimit, ka qenë njëra e parë që kam qenë nominunën Best of All. Ka pas vitet kalume kur kom pas video të mira, po kom pas më pak nominime. Edhe një artistëve në njerë din me në angel hatëri, kështu pse jam, pse s'jam, pse andej këndej. Po gjithkush i din cilësit e veta dhe kualitetet e veta mendoj që po, dhe ke fundit nuk ka vend për ngelje hatëri, ose kur juria merr një vendim, si që ka qenë ajo, ose vendimet e tjera të mahershme, atër duhet gjithë të jemi, të pajtohemi. Në fakt, kjo është festival i produksioneve, festival i videove, nuk është festival i këngës, njerëzit duhet me qenë të vedishëm. Kështu që unë kam pas favorit Ledrin, drejt me të thonë, pasi ka qenë një senzacion, nështë edhe mungesa e ti e gjatë në skenë, edhe
ka qenë video e thjesht, po e realizuar shumë bukur. Nuk po thëmë, nëse kish hynë të kategoritë e femrave, atëherë kish qenë tuna, po që ajo ka pas një këngë fantastike, një këngë që ka kalu shifrat të mëdha milionshë, po që realisht bëhet fjallë për video, nuk bëhet fjallë shumë për klipin. Kjo, unë rëmbeva qëmimin, vjen keq për i kolegë. Okej, Leonora, po e lëjmë videofestin, kaloj atë natë për mrekulli, u shpërbleve edhe me disa qmime tjera, si zakonisht Leonora bukur duket, komplimente ke marrë edhe për paraqitjet tuja, qoftë me fustanin e parë, qoftë me fustanin e dytë. Me fustanin e dytë u dusha me ta jep dorën, këgja shpesh me ndimu me i flaqë. Unë i pata 2 fustane opcionale për mi vesh, edhe fati ke që marrëm të dyjat, pasi cilin me vesh, cilin mos me vesh. Edhe ti e din që atë natë ka qenë një nxehtë shumë i madhë. Shumë, diçka, po më duke se asë njerë njëtë nuk më pasë nxehtë më të madhë se atë natë. Nështë edhe emocionet edhe... E pata kështu detyrushme me ndru fustani, pasi edhe ishte shumë pak i rëndë dhe materiali ma shumë edhe... Më pështoja i tjetëri, po që a i tjetëri kema problematik për me jesë, kështu që... Falim diri ty që më një move se kish mu i gjithë shka më dorë. Okej, kështu, tani këto momente unë kisha dasht më ndalë të 20 vjetë karierë Leonora Jakupit. Leonora e në studio, unë nuk po e zesë ma tepër, kema me pa diçka bashkë në ekran. Okej. Kalova zjarë e hi
kemi Leonora Jakupin, e cila feston 22 e karrierës së saj si këngëtare. Lisar, po fillojmë me ty. Leonora 22, çfarë ke më thonë për ta? Urime. Atë pëlqen si këngëtare? Po. Po jo? Jo. Jo. Arsyeja që kemi dalë sot në qytetin e Prishtinës është mi marrë intervistë njerëz se çfarë mendojnë për Leonorën, edhe për diçka më shumë e shohim edhe çfarë po thonë qytetarët. Leonora Jakupi e feston 20 vjetorin e karrierës, çfarë ke më thonë? Po, këto me thonë, i uroj gjithat mira, të është këngëtore mirë, spikator, ndër këngëtarët që kënon shumë, i ka do muzikat mira. Cila është kënga që të pëlqen më shumë për këtë? Po i ka do të mira, s'moj me thonë, shumë i këshyë shumë Leonorën, kur të është kështu shikimin e ka të mirë dhe këtë. Leonora është live në studio, çfarë ke më thonë drejt për drejt? I uroj suksese, i përshëndes edhe gjithat mirat. Veç suksese me të tjeshme, ka për suksese shumë të mëdha, me të tjeshme. A pëlqen si këngëtare? Po shumë. Ajo është në studio, çfarë kemi thonë për të? Nishe përshëndes, se uroj gjithë të mira një. Leonorës kom i thonë se veç i uroj shumë sukses, përgëzoj që nuk ka ndryshu kur, nuk ka dalë për vetë vetës, bëj eksperimente, për ata e ka një merit shumë veçantë për estradën, estradën shqiptare. A të pëlqen si këngëtare dhe cilat janë këngët e saj që të pëlqen më shumë? Po, shiko, une duke marrë përpas jam veterane e luftës, më pëlqen kënga vritet pa fajësia, sepse është një këngë që ka godit në atë kohë popullin shqiptar, sot e kanë zemrat e tyre dhe e këndojnë, edhe gjitha këngë tjera në përgjithësi, më pëlqen shumë një saj. Leonora është live në studio, çfarë kemi thonë drejt për drejt? Leonora është live në studio, veç du mi thonë se dhone kom në Drenicës, është e Prekazit, edhe le që do në Drenica, apo do në krejt Kosova, edhe veç vazhdo me këto suksese, si kurse deri tani. Si vjeli Kosovës, kom që ka me thonë dhe Zotja ka dhe bukurien, edhe sidomos me kongën, mos ma prek të shkja Drenicën ajo, e ka dhe provimin e jetës. Kur një kongë të e shmaknu i Leonora e mjaftë. Di që ka më me vishe përgëzoj edhe i dëshiroj jetë gjatë. Leonora është në studio live, çfarë kemi thonë asaj personalisht? E përshëndet edhe i dëshiroj jetë gjatë e të ratë mirët. Veçurime. Inshallah dhe shumë klumë të ratë qështë të gjithë. A të pëlqen si këngëtare? Normal, krejt Kosovës i pëlqen. Cila është kënga që të pëlqen më shumë të saj? Kjo fundi, zakonisht ka bo një përshtypje shumë të madhe se ka të regu edhe fundin që baboj i saj u vra, është urime. Leonora është drejt për drejt në studio, çfarë kemi thonë? Urime Leonori, inshallah edhe shumë vite tjera të lumtura. Asi më shumë. Po është këngëtare shumë dimensionale, është këngëtare shumë e hershme. Andaj edhe si ri e moj mend e këngët e saj atë shumë të veçanta, si patriotike ashtu edhe këngë ritmike. Andaj mendoj që ja vlen dëgjohet ende. Leonorën e kemi në studio, çfarë kemi thonë diçka personalisht? Je shumë e bukur dhe vazhdo të këndosh sepse ende ke potencial të madh për të kënduar. Veç e përshëndes, po që të jetë. A pëlqen si këngëtare? Po, shumë e mirë. Cila është kënga që të pëlqen më shumë të saj? Përfundet. Cila është ajo? Më shumë na këndu? Jo. Çfarë kemi thonë Leonorës është drejt për drejt në studio? Veç e përshëndes, po që të jetë. Je shumë e mirë. Fatos, një këngëtare, bashkëpunëtore e jota një kolege, Leonora Jakupi, e feston 20 vjetë në karrierës. Çfarë kemi thonë? I përgëzoj shumë, si Leonora që është gjithë e mirë, i përgëzoj shumë. A të pëlqen si këngëtare dhe cila është kënga që të pëlqen më shumë të saj? Po tash s'po ngujt këngë. Po si këngëtare shumë. Kemi thonë diçka sepse është live në studio. Ma të mirat njëtë. Që uroj inshallah sukseset më të tjeshme. Ajo është në studio, a kemi thonë diçka personalisht?
Që të kongën e fundit pak dishur së më ka pëlqy se ka dalë për vetës. Me ndashpërim me Getin? Po, dishur që ka pas një farë stili shumë unë kështu që stash pak kishë dalë për vetës, më qaj. Më pëlqen shumë Leonora, tepër më pëlqen këngët e saj, i ndëgjoj të në kohën çfarë do këngë që qetën e gjithë e kom dëgju. Cila është kënga që të pëlqen mas shumë pjesa? Është një këngë që e kënon me një farë si plaku. A unë është më la këndu? Se di bashkëmir. Hajde të pak, sole. Nuk e di. Ajo e merr një si gajtan edhe e dridh kështu. Leonora është studio live, që kemi thonë? Ajo mu më pëlqen shumë, sidomos flokët e saj, mu shumë më pëlqen flokët e saj. Ajo e mira valla, nuk është një ndër më të fjellëve se mira shumë më pëlqen. A të pëlqen ai këngë e sajna? Se nga i kështu si jam bashkëfanzve që e mira, përgjithësi është e bukur. Qa kemi thonë diçka? Është në studio live? Qëto kove të fundit është përmesu shumë për para së ka veqi bashkë, ashtë ashtë shumë mirë veç bashkë. Po jo? Kisha mujtë mi thonë që është shumë e mirë edhe inshallah suksese. Leonora është një ndër këngëtarët më të njohur në trojës shqiptare, një karrierë të bushme ka pas Leonora, ju uroj ditëlindjen e ju uroj shumë fat në karrierë dhe të mirë. Faleminderit shumë. Ajo është në studio, kemi thonë diçka personalisht? Jo, veç ju uroj suksesa më të tjeshme. Okej, mendoj që është një këngëtare shumë e mirë, shumë e pjekun, shumë naturale në skenë, edhe është tamam që gjitha këngëtarët në Kosovë, për shkak që ajo veshë shumë mirë, është elegante, edhe këngët e saj në të gjithë 20 viteve kanë përcjellë shumë mesazhe të forta, sidomos kjo kënga e fundit. Unë kisha dashur me përgëzu për punën që e bën, për shkak që ajo është për një këngëtare që do të më një këngëtare tamam shqiptare, patriote në vete, edhe shumë moderne në jetën kohë. Leonora është në studio, çka kemi thonë? Thjesht vetëm me përgëzu për punën që e ka bu deri tash, edhe shpresoj ta shohim edhe akoma në skenë, kështu që është shumë e mirë. Se këmë duke të këngëtore e mirë, është shumë më vjetër e më mira më sekret. Aja është në studio, që kemi thonë? Live. Inshallah shkon puna mirë, inshallah bëhet këngëtore më mira. Leonora më mira, ja loqën. Veç të shërë suksese. Pëlqen si këngëtare dhe cila është kënga që të pëlqen mas shumë pjesa? Kjo e fundit, edhe më pëlqen si këngëtare. A më është më na këndu pak? Nuk di. Leonora në kena në studio drejt për drejt, që kështë me thonë live? Veç e përshëndes. Urime, i bëhet edhe shumë vite tjera në karrierë. Pëlqen si këngëtare? Po. Çka kemi thonë diçka për të është në studio live? Ja uroj edhe përshëndes shumë. Qa kemi thonë Leonora? Olçi kishka? Leonora e kupja e këngëtore, qa kemi thonë? Stakë. Me përqafu shumë. Shte për vënd të them, por ende të dua. Tani, aje I lumtur si ishe me mua. Jam vajza e koshis, e buka shqiptaris, por e vujtë jam si asnjë rambi këpëre. Shumë emocione, faleminderit Lavi, shumë. Faleminderit edhe juve dëve që jeni shefa dhe më rafta. Shumë faleminderit. Këto e në emocionet matë më dhaja që mundet mi përjetu, jo vetëm një artist, po kush do qoftë. 20 vetë karrierë.
Labi 20 vjetë, besom që nuk po muna me besu që shkanë shku 20 vjetë. Nuk e di, unë shpesh herë mendoj që sot kam fillu. Sot më duhet me bo diqka tre, harroj për krejt ato vite që kanë shku. Nuk e di, kam shumë kujtime, kam shumë përjetime gjatë gjithë kësaj karriere me qindra mira koncerte, gjitha ndaj ku ka pas shqiptare dhe po shfrytëzoj rastin me që jemi në studio që t'i falenderoj të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, veçanti diasporën pasi kryesisht koncertet tona më të mëdha janë majt në diasporë dhe për këto organizime natyrisht dhe për gjitha dashurit të madhe meritojnë shqiptarë që jetojnë atje. Natyrisht nuk duhet me janë ashkallu edhe publikun tonë në Kosovë, gjitha ta në më thonë shikues ose që folën edhe dhanë gjitha ato fjallë të mira, kritika e qa do të qofshin, ata fëmijë të vegjël. Kryesisht komplimente edhe fjallë bukura. Unë i falenderoj shumë, absolutisht se në cilin do profesion që njeri u ushtron, duhet pa tjetër që të ketë edhe kritika. Edhe kritikat janë gjithmonë të mirë se ardhura. Se cili këngëtar, unë mendoj që ka atë linjën e vetë, zhandrin e vetë, dhe absolutisht nuk mund t'jeti pëlqyer nga të gjithë. Po që realisht duhet përpiqet të bëj, nështë varet nështë edhe shumë edhe prej këngëtarëve kush se qka këndon dhe qfar branshi ose qfar kategorie njerëzit shkanë dëshirë me dëgju, po që realisht në këto 20 vite të karrierë, jo mundu që të kem laramani këngësh që të përfshijnë ratat të ndryshme të publikut dhe unë besoj që këto e kam arrit. Dhe kjo është suksesi im më i madhi. Është kënaqësi për mu kur takoj një të moshuar në rrugë i cili vjen më përqafon, më komplimenton, po ashtu është kënaqësi kur sheh një fëmijë të vogël i cili po them të pëlqen se adhurim është fjalë shumë e madhe, adhurim ndoshta ndonjëherë këtë term e përdorim kështu si shumë gabim. Unë jam një besimtare madhe, unë adhurej vetëm Zotin, ati kofshin falë, me adhuru një këngëtar është diçka keqe. Do që po thojmë na out, kjo zhargoni i përditshëm. Po, kam qenë shumë e fat që gjatë këtyne 20 viteve karrierë, më kam përcjell një publik i madh. Duke mos harruar domethënë gjatë këtyre 20 viteve e ki pas një mbështetje shumë të fortë dhe një përkrahje shumë të fortë dhe që nuk duhet asnjë moment harruar nanën e cila kanë qenë gjithmonë. Absolutisht, po ajo nuk ka qef kur e përmendi shumë, nganjëherë thotë mos e tepërose, se çdo nanë ka detyrim ndaj fëmijëve të vet, po që realisht mami im ka pas një barë të dyfisht. Ajo ka lut jo vetëm rolin e nanës, po ka lut edhe rolin e babës, trupërojes, shokut, mikut, ma të mirë për mu, ka qenë mbështetja ime ma e madhe. Asa i kam bërë gjithë shka, asa i dedikoj gjithë shka. Ajo ka qenë një grua e fort, një grua e cila nuk më ka majtë në vija të drejta dhe mendoj që s'm kalon me gabu asnjëherë. Nura, gjatë këtyre 20 viteve, pa tjetër që ajo pjesa e thashë thëmëve kanë qenë gjithmonë ko pas kohë. Sa ke mujtë mu ballafaqu me to? Jo Leonora, kështu, ajo, kjo. I kom lënë këto, Labi, ka shumë vite që i kom lënë këto. Na e dim që jetojmë në një farë, nështë këtë tranzicionin që po e qujmë, po se duket nuk po na ka lënë asnjëherë, ose e kemi një farë, se di një farë, kem qef mu marë pak me thashethame, se s'po di si me u shprej. Kryesisht to thashethame të fundit po bohen tash për mes rrjeteve sociale, po shfrytëzojnë njerëzit mundësinë më të mirë për me shpik ose me bo thashethame. Që të pika unë që të ullën. Po, për faktin se aty kanë mundësi me manipulu, me shkrujt një emër tjetër, me bo një fotografi tjetër, edhe kjo nuk është e ndeshme realisht se. Nuk është asgjë e keqe nëse ke një mos pëlqim da i dikuj ose një diçka, do me thënë, të kundërt me ato që ti me ndonë se diçka që s'pëlqen të një individ dhe shprehu, thuj e lirshëm, ose nëse e takoj njeri në qytet, thu, Leonor, kjo nuk është në regull, kjo s'po më pëlqen. Ose lab, emisionin dhe kitë keq, po që me boj që më për ndjekur, realisht, kërë është i keq nuk ndjekët. Kjo është e keqja e meta jonë ma e madhe që realisht kemi dëshirë me u pshef prapa ftyrave të tjerve edhe me folë. Po që unë e kom lënë, dhe me thonë kjo është në të njerëzit publik është krejt e natyrshme, vetë fakti i të qenurit njëri publik të bën të ballafaqohesh me gjithë shka.
të mirat, të këqijat, thashe thamet, intrigat, gjithë shka tjetër. Edhe me që ne artistet ose figurat tjera politike, sporti, që do qofë njerës publik, kanë vendosë të jenë publik dhe të popullit, të punojnë për popullin, atër duhet të balafaqohen me gjithë shka që vjen nga popullit. Nor, po trim na bashk, kemi qatë flasëm. Kemi qatë flasëm për 20 vjetë edhe me folje edhe për kompozitorët, edhe për tek shkrues, për gjithë këta, kështu që thuja që kemi shumë qka, po unë nuk du me të mundu ma shumë, përshka se na kemi me qenë edhe pjesë e sezonës verës bashkë. Kemi qenë pjesë e sezonës verës bashkë, po unë kisha dashur tani këto momente përshka se është shumë interesant. është shumë interesant. Qa kom hek thuja që prej orëve të paraditës gjithë shka hera e por një teme që ju mundu me rejt, kështu që shtot popli. Rej atona, rej këtona, rej këtona. Qa, dita rame së të qka? Jo, po, zakonisht kur do me bo diqka, na i surprizë dhe del dikush që të prishe diqka. Kështu që na tonen edhe këtonen, po është lidhë dhe është kombinu shumë bukur. Për shkak që Arionin kërë kom kamerë këto, Arionin që kom regjia atje, faktikisht këta dytë janë mbi njëshë. Edhe dytë e kanë ditë lindjen, bashkë ti 20 vjetorin, edhe në metit e visarit i thëmë bërën i torten, edhe kështu që... O, sa mirë, hajde shumë murime. Po e lëm të shanku aty, po e lëm, po, të shanku, hajde, po shkëm ka shanku aty, atë që jenë norë mikrofonin, edhe Arionin mundësisht mundet me zavencu ndështë 5 minuta. Dikush Arjan lehat kamerë. A me marrë gota, mbinin e gotë tjetër? Jo, mere gotën me veti, mere gotën me veti. A të zonë në kamerë? Nur, visari edhe meti me tortë jo mbo, kështu që... Po, bënë një gati jo me ermalin. Nëse dënë muna marrë me zavëncu të kameras, pa Jo, Arjan le kamerën, qoj kamerën. Arjan të lutna, le një kuadër, le visht... Po, mundesh. Arjan, duhesh. Duhesh ti me Leonorën këtu edhe me Arjanin tret bashkë duhet. Arjan, mos ma preshtash. Okej, a ka kush zavëncën, a unis Arjana, të regom një pak, a unis Arjana këtu na jo? A unis Arjana? Okej, po niset Arjana. Arjana zakonisht e ka shumë problem Leonorën me dalë prej regjisë. E di. Nor, unë e di që kom pas knatësin se kur ta përfundoj me torte, thuja që kemi përfundu edhe bisedën. Unë pata knatësin shumë të madhe që të pata që t'jemi bashkë sot, t'i ndajmë këto momentet ndoshta edhe të bukura bashkë me shikuesit. Unë nuk po du për me theksu ma te për 20 vjetë, për shkak se ti ki me punu. Ka marrë 21 shi që bëma ki bashkë që atëhere dhëtë me bo në adi qka bashkë. Aj, mire ki. Dhëtë me bo, 21 vjetë karjerë, 21 Mire ki. Nëherë më duket si kur i kom 100 vjetë me gjitha ato eksperienca që kom kalu njetë. Nëherë si stashtë dhe ma herët më duket si kur jam hala 20 vjeqe, edhe po përjetoj gjithmonë e për çdo ditë diçka ma të bukur. Po që harrova me e përmend dhe që s'duhet me anashkalu asnjëherë, se njeriu nuk mundet me arrit asnjë gjë në karrierë, po nuk pati miq, po nuk pati bashkëpunëtor, po nuk pati media, gazetar të mirë, kompozitor të mirë dhe produksione të mira. Kështu që unë po shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë kompozitorët e këngëve të mia, autorët e teksteve, produksionet që kanë realizu videot e mia, njerëzit që në marrë me veshjet e mia, grimin, sidomos këto kohët e fundit, nuk po harroj Valdrinin kurse hajde Arjan. Se natyrisht, hajde urime. Nuk bën mi u harru edhe juve, mi u falenderu edhe juve të produksion. Okej, Ani prej e tortën. Okej, hajde, përfundojeni me tortën që Arjana të tika, kjo jo e bashkë tret. Ditëlindja është ma e rëndësishme sa kjo. Jo, tret bashkë, ditëlindja 20, hajde, 1, 2, 3, shkojmë. Okej, shumë urime për juve, inshallah edhe shumë vite tjera. Pret, tash, vish, kështu, masi, po e bëj një punë të kryme, Arjan, mere me veti ikën regji. Që kom pre, sa mire kom pre. Okej. Arjan, mere me veti shko mas kamerës dhe jepja pak Albanit, pak kushtrimit. Leonora, dhëtë me marrë ma shumë torte se ka shumë o Valdrini, no mami nuk ka të Unë kam nevoj edhe për pak pesh. Jo.
ta ndërpreva aty ku ke? Qa me të thonë labë, që sa vjetë njemi edhe unë e ti, edhe kemi një farë mitësie, po them kështu, një farë respektit të ndërsjellët, edhe për shfrytëzoj rastin që edhe ty shumë e falenderu. Për gjithë të vitet që njihemi, që kemi pas një bashkëpunim korrekt, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, që natyrisht me të falenderu në shtatë në emën të gjithë popullit shqiptar, që gjithmonë çdo të diel, po edhe me emisionet e tjera që ti bën, përqen mesazhe shumë të rëndësishme të ta. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Zemër, i qalla dhe shumë vite të mira. Këtë torte e faleminderit edhe njëre. Shumë faleminderit. Vazhdo se Miru pafshim.